Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Shqipëria është në një krizë të heshtur. Në Shqipëri nuk ka më nevojë për analiza të komplikuara për të kuptuar realitetin. Mjafton të jetosh një ditë si një qytetar i zakonshëm, dritat ikin, uji mungon, çmimet rriten ndërsa pensionet mbeten qesharake. Pagat të ulta dhe krimi shfaqet gjithnjë e më shumë hapur. Pyetja që shtrohet nuk është më nëse ka problem, por përse ky problem po vijon në Shqipëri dhe askush nuk po reagon fuqishëm. Në Shqipëri nuk ka më nevojë për analiza të komplikuara për të kuptuar realitetin. Mjafton të jetosh një ditë si qytetar i zakonshëm, dritat ikin, uji mungon, çmimet rriten, pensionet bëten qesharake dhe krimi shfaqet gjithnjë më hapur. Pyetja që shtrohet nuk është më nëse ka problem, por përse ky problem vijon dhe pse askush nuk reagon fuqishëm. Sipas dhënave zyrtare, ekonomia shqiptare ka shënuar një rritje rreth 3.7% në 2025, por kjo rritje nuk reflektohet në jetën e përditshme. Çmimet e ushqimeve dhe shërbimeve janë rritur ndjeshëm, pagat nuk ndjekin ritmin e inflacionit, shtresa e mesme po zhduket. Kjo krijon një paradoks, rritja ekonomike dhe mirëqenia sociale. Pensionet janë bijetesë, jo dinjitet. Një nga plagët më të mëdha është sistemi i pensioneve. Të moshuarit janë ndër grupet më të varfra. Reforma aktuale nuk garanton jetesë dinjitoze. Shqipëria akuzohet për mungesë të një minimumi jetik real. Në shumë raste, pensioni nuk mjafton as për ilaçe, e jo më për jetë normale. Në një vend që pretendon integrimin në Bashkimin Evropian, furnizimi me ujë vijon të jetë ndërprerë në shumë zona. Problemet me energjinë dhe faturimet abuzive janë të shpeshta. Investimet shpesh mbeten propagandë dhe jo zgjidhje reale. Këto janë shërbime bazë, jo luks. Shqipëria vijon të përballet gjithashtu nga ana tjetër me kultivimin dhe trafikun e drogës, lidhje të dyshuara mes krimit dhe politikës, frikë dhe mosbesim tek drejtësia. Kur krimi perceptohet si më i fortë se shteti, qytetari tërhiqet dhe ky është rreziku më i madh për demokracinë. Infrastrukturë dhe rrugë, shumë premtime dhe pak standarde. Edhe pse janë ndërtuar rrugë, shumë projekte janë të shtrenjta dhe me dyshime për korrupsion. Cilësia shpesh lë për të dëshiruar, kurse zonat rurale mbeten të izoluara. Përse shqiptarët duken të dobët? Kjo është pyetja më e vështirë dhe më e rëndësishme. Arsyet janë të thella. Emigrimi masiv, njerëzit që protestojnë largohen, frika ekonomike, varfëria i bën njerëzit të heshtin, mungesa e një opozite reale, pa alternativ nuk ka presion, normalizimi i padrejtisë, njerëzit mësohen me të keqen. Kjo nuk është dobësi natyrore, por lodhje kolektive dhe mungesë besimi. Dhe kur mund të ndryshojë situata? Ndryshimi nuk vjen thjesht nga rënja e një lideri. Historia tregon se ndryshimi vjen kur qytetarët organizohen, kur ka alternativa reale politike, kur presioni publik bëhet i pandalshëm. Pa këto, çdo qeveri, jo vetëm një, do të vijojë të sillet njësoj. Problemi i Shqipërisë nuk është vetëm një individ apo një qeveri. Problemi është një sistem ku pushteti nuk kontrollohet, qytetari nuk dëgjohet dhe shpresa zvendësohet me largim. Dhe derisa kjo të ndryshojë, pyetja nuk do të jetë kur bie një kryeministër, por kur zgjohet një shoqëri. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në krye qytetin e djeshme. Zjarri që përfshiu një pallat pranë spitalit në Tiranë nuk ishte thjesht një incident, ishte një alarm brutal për një shtet që nuk është i përgatitur të mbrojë qytetarët e vet. Në një nga zonat më të populluara të kryeqytetit, një pallat u përfshi nga flakë duke rrezikuar jetën e 10 banorëve, ndërsa u ndeshën orë të tëra për ta vendosur në kontroll situatën, teksa njerëzit prisnin mes tymit dhe panikut. Ndërsa nga vendngjarja u pa edhe puna e zjarfikse, e cila ngriti shumë pikpyetje. A ka Shqipëria mjetet e duhura për emergjenca të tilla, mungesë shkallësh moderne për ndërtesat e larta, pajisje të kufizuara për ndërhyrje të shpejtë dhe numër i pamjaftueshëm automjetesh të specializuara? Tirana u përfshi nga paniku pas ditën e djeshme.
Një pallat 12 katësh pranë farmacisë numër 10 përballë spitalit Nën Tereza u pështua nga flakët në një nga ngjarjet më të rënda urbane të muajve të fundit. Flakët u vrahur me shpejtësi të frikshme duke përpir fasadën nga kati i parë deri në të 12-tin. Brenda e pak qastesh, zjarri të përtoi në çdo apartament duke kthyer gjithë seksionin e pallatit në një kurth të rrezikshëm për jetën. Banor të tmerruar, britmë, të mbydendur dhe një qytet që shihte i pafuqishëm. Zjarfiksit luftuan për më shumë se 3 orë, por betejë me flakët tregoi një realitet të hidhur, mjetet e kufizuara, mungesa e pajisjeve moderne dhe pamundësia për të arritur katet e larta e bën ndërhyrjen jashtëzakonisht të vështirë. Edhe ndërhyrja nga ajri rezultoi thuajse simbolike. Helikopteri hodhi mbi Tiranë ndërkohë që zjarri shkruabonte katet e 5, 6, 7 dhe 8. Një përpjekje pa efekt real. Kjo nuk është vetëm një ngjarje, por është një alarm, një pasqyrë e qartë e paaftësisë së sistemit zjarfikës në Shqipëri për të përballuar emergjencat e përmasave moderne. Në një kohë kur kryeqyteti po mbushet me pallate shumëkatëshe, a janë institucionet gati për të mbrojtur qytetarët? Mungesa e investimeve, mungesa e teknologjisë dhe reagimi i vonuar mund të kishin sjellë pasoja tragjike për jetën e njerëzve. Sot, fatmirësisht nuk pati viktima, po nesër, sa jetë do duhen që ky sistem të ndryshojë? Besoj e keni ndjekur që për 4 orësh të bëhet një punë shumë e rëndësishme dhe e rrezikshme, me thënë të vërtetën. Me të rëndzjarë, institucioni prefekturës ka marrë masat që të organizoj të gjitha forcat që përdoren në rast të tilla emergjente. Gjej rastin t'i falenderoj të gjithë forcat që vazhdojnë të marrin pjesë në këtë operacion shumë të vështirë. Deri tani jemi të lumtur se nuk kemi asnjë viktim. Kemi të dëmtuar me djegje dhe me dëmtime të karakterit të rëndë, ndërkohë që janë nxjerrë disa banorë të pamundur nga pikpamja shëndetësore, por edhe në gjendje gjumi. Këto vatra që shikoni ju, këto janë vatra të vdekur, i quajnë zjarfiksit. Këto rindizën, por nuk kanë fuqi të bëjnë dëm më. Ne, siç na shikoni këtu, do rrim deri në fund fare kur të jemi të sigurt që këtu s'ka zjarr dhe kur brenda objektit nuk ka asnjë dëmtuar. A ka raportime nga familjarë që mund kenë? Nuk ka asnjë raportim. Kjo na ngro që mendojmë që nuk do kemi viktima, sepse do kishim sinjale policia e shtetit, zjarfiksit, neve që persona që mund të ketë lënë njerëz të tjerë brenda. Kemi bërë të mundur lokalizimin e zjarrit që mos përhapet në kullat përreth që ju shikoni. Tirana është angazhuar e gjitha me gjithë kapacitetet e plota të zjarfikësve, mbi 50 zjarfiks janë nga Bashkia Tiranë. Ata janë shumë mirë për jetën, nuk kanë probleme shëndetësore të rënda, përveç asfiksisë, po grumbullojmë gjithë provat e nevojshme, po marrim gjithë kamerat e sigurisë që do kenë ngel nëse mundemi, me gjithë personat e përfshirë do pyeten si deklarues dhe do kryejnë gjithë veprimet hetimore. Dhe nëse zjarri do jetë për shkaqe që kanë ardhur nga persona të jashtëm, kështu patjetër që do ketë dhe masa të tjera ekstra. Ndryshojmë natyrën e informacionit. Shqipëria është quajtur kampione në rajon për rritjen e çmimeve në dekadën e fundit. Shqipëria i është afruar Bashkimit Evropian me çmimet e larta më shpejt se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian apo i vet rajonit ton. Sipas të dhënave të Eurostat, në vitin 2015 niveli i çmimeve sipas fuqisë blerëse ishte sa 48% e mesatarës së Bashkimit Evropian, ndërsa tashmë është gati trefishuar. Në 10 vitet e fundit, Shqipëria i është afruar Bashkimit Evropian me çmime të larta më shpejt se çdo vend i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Sipas të dhënave të Eurostat, në vitin 2015, niveli i çmimeve sipas fuqisë blerëse ishte sa 48.3% e mesatarës së Bashkimit Evropian, duke patur çmimet më të lira në rajon së bashku me Maqedoninë e Veriut. Në një dekadë, ndërsa pagat vijojnë të mbeten më të ulta në rajon, çmimet kanë kërcyer. Në vitin 2014, çmimet të rëndësi ishin 70% e mesatarës së Bashkimit Evropian, duke renditur vendin tonë si më të shtrenjtë në rajon nga më i liri që ishte një dekadë më parë, duke ja kaluar Serbisë dhe Malit të Zi që kanë patur historikisht produktet më të shtrenjta. Eurostat ma tregues në nivelit të çmimeve raport me mesatarin e Bashkimit Evropian bazuar në fuqinë blerëse. Një dekadë më parë, çmimet në vend ishin sa gjysma mesatarës së Bashkimit Evropian, ndërsa në 2024 ishin sa 2/3 e BE-s. Madje çmimet e ushqimeve për herë të parë kapën mesatarin e Bashkimit Evropian 101% dhe ishin më të shtrenjtat në rajon. Kjo ecuri dëshmon se
përsoja e jetesës në Shqipëri po i afrohet me ritme të shpejta niveleve europiane, duke u shtrenjtuar ndjeshëm për konsumatorin vendas, por ndërkohë pagat dhe pensionet nuk po ndjekin të njëjtin trend. Teksa çmimet tona po europianizohen me shpejtësi, pagat mesatar në Shqipëri mbeten në nivele të ulta. Paga mesatar mujore bruto që marrin punonësit në Shqipëri janë relativisht të ulta. Të dhënat tregojnë se çmimet në vendin tonë posuan një rritje të fortë pas vitit 2021. Rritja e kërkesës nga turizmi masiv ka ushtruar presion mbi çmimet e shërbimeve dhe ushqimeve, banesave dhe qerave, të cilat sipas raporteve të fundit të Eurostat kanë arritur nivele që në disa kategori kalojnë dhe vendet fqinje të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka arritur standardin evropian me çmimet, ndërsa për sa i përket nevojave bazë, ato janë të pamundura për shumë qytetarë për të plotësuar, pasi jetojnë familjet shqiptare vetëm me 40% të shpenzimeve për ushqim dhe pije, çka është rreth 13% e mesatares së BE-s. Rajoni ka amortizuar çmimet, ndërsa Shqipëria nuk mundet dhe shkon të blejë te fqinjet. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.